të këtyre që kanë probleme me Ministrinë e Kulturës dhe konkretisht e gjithë kjo i bie tek ministri, sepse ka vënë një mendje të çuditshme, të cilën do ta diskutojmë pas pak, më thuaj, po të kishe 1 milion euro. Nuk po flasim për 600 eurot mujore. Zgjidhje apo problem diu? A do ta kisha unë problem apo zgjidhje Jo, 1 milion? a do të krijonin Personalisht, po. problem 1 milion euro apo do të jepni zgjidhje? Jo, me Si 1 do milion fillosh të euro. mendosh ti? Po disa gajle do t'i largonin. 1 milion euro do t'jetë një farë lloj zgjidhje. Nëse unë i kam. Çfarë do bëje Për familjen time, për shoqërinë time do t'jetë një zgjidhje. Shqipe, tash diu, po të që se i kishte 1 milion euro, do i bëheshin 2 milion, se 1 milion vetëm i ka. Natyrisht. Do i bëheshin 2 milion. Secili insiston se kjo është mentaliteti i njerëzve, domethënë gjithmonë Totalitarizmi. don ta shëmoj atë që e ka, do ta shtohet. Për shembull, unë të qoftë me kundërta. biznes, sepse nëse nuk e shton ajo vetëm e ka rrugën e harxhimit. Unë do e bëja të kundërt, do i shpenzoja, prap do kthehesha këtu ku jam dhe jam i lumtur, folë qesh. Apo jo. Ti do i bëje 2 milion, unë do i Se shpenzoja. do vije do më kërkoje mua 1 milion. Dhe do vazhdonte ai avazi. Po prik para të thash, do të vazhdon shpenzoje avazi. për vete dhe për shoqëri. Por mbi të gjitha protestat nuk do t'i ndaleshin. Absolutisht, Pa. protestat nuk do